Konkursi rinor Pulson Stars ka vjuar në natën e dytë me prezantimin e të rinjve të Bashkisë Maliq, të cilët u ngjitën në skenën e teatrit Andonza Kuçajupi në Korçë, me shfaqjen teatrale, pushtuesit Zjarr dhe Hi, me regji të Mario Çaçit, një shfaqje që përveç energjisë rinore, përcolli edhe mesazhe të rëndësishme për kohën ku jetojmë. Sinopsi shfaqjes ishte që një ushtri e madhe nga një hapësirë e largët sulmon një planet të lashtë dhe njerëzit e lashtë atij planeti i trajtova si ilirët, pra të popullit ton. Mesazhi është shumë i thjeshtë. Jetojmë në kohë shumë të brishta, lufte dhe jo luftë. Ky është mesazhi, nuk duhet të ketë luftë midis popujve. Pasioni, talenti dhe energjia jashtëzakonshme e të rinjve mori duar trokitjet e publikut në një performancë sa aktuale, aq edhe emocionuese. Pikërisht nxitja e këtyre talenteve është në qendër të këtij konkursi, i cili zhvillohet nga Këshilli i Qarkut të Korçës në bashkëpunim me bashkitë. Jona kësaj shfaqje, pa diskutim dhe ky interpretim kaq fantastik i këtyre të rinjve, të cilët duhet ju them vetëm faleminderit për të performancë jashtëzakonshme si të rinjve, si të gjithë atyre personave të cilët u morën me organizimin e kësaj shfaqje. Mbështetja e institucionit tonë e Bashkisë Mali do jetë e plotë, që aktivitetet të tilla të kulturës të rriten dita ditës, pasi qytetarët kanë nevojë për më shumë argëtim, më shumë aktivitetet të këtij lloji. Interpretimi artistik dhe koreografia plotjet treguan se Pulson Stars është një hapësirë ku ëndrat, pasioni dhe arti kthehen në emocion për të pranishmit.